Dhe tani kalojmë në një tjetër materiali cili ka të bëjë me artistën Greta Koçi. Ajo vjen sonte në prive për të na falosur më shumë detaje sa i përket projekteve të saj muzikore. Gjithashtu do na tregoj se a ka apo nuk ka të dashur. E ndjekim bashkë materialin nga Vlorian Halili. Greta Koçi është një nga këngëtarët shqiptare që në moshë të vogël e shijoi si shumë famën e që ndoshta nuk ishte e gatshme për ta. Vitet kaluan, ajo për një kohë u fokusua më shumë në muzikë, por jo gjithçka rreth karrierës së saj aty përfundoi. Greta u rikthye në tregun tonë duke lënë peng politikën, kështu me rënd duke i bërë gjërat sipas çevit të saj. Po politika dhe muzika mbetën dy bota komplet të kundërta mes njëra tjetrës, si nga paraqitja ashtu dhe nga stili i jetesës. Sot qëndroj e angazhuar totalisht në muzikë, mbylla një mandat 4 vjeçar në drejtim të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, një punë impenjative, po e marr shumë seriozisht nga ana ime. Mendoja që në politikë duhet ketë një lloj, është rëndësishme rotacioni edhe nuk mund ta mbaja një vend për shumë gjatë, se kishte shumë të ri që jepnin shpirtin aty. Dhe thash stop Greta deri këtu dhe isha dhe jam në moshën më të mirë për të dhënë akoma për muzikën. Them që politika do të ketë nevojë edhe unë për të dhe ajo për mua në një moshë më të vonshme, kështu që jam totalisht e fokusuar muzikë. Të jesh një nga të shumë të fytyra publike, e ti takosh pak një profesioni, e pak tjetrit, me do e mos skandalet e shumë të e ke në krah, sidomos një treg të vogël e të mbi populluar si ky i joni. Greta bëri një dallim të vogël e ju ruajt me forcat e veta ndodhive që mund ta shkatronin imazhin që kishte ndërtuar edhe në muzikë e një ashtu edhe në politikë. E kam ruajtur me shumë seriozitet veten dhe nuk kam devijuar asnjëherë nga të qenit serioze, të qenit edhe bukur kur duhet të jesh bukur, për shembull në klipin e fundit nuk kam veshje shumë të bukura, ndonjëherë mund të themi edhe tërheqëse apo te pjesa e seksi, si thon, po asnjëherë ekstravagante. Kjo më ka bërë që të mbaj një imazh që edhe mediat kanë kujdes kur flasin për mua, dhe miqtë dhe kolegët të kenë respekt për mua. Kjo ka arritur që të jem në këtë nivel që s'ka skandale, s'ka probleme, s'ka shqetësime. Ka më shumë se 9 vite që qëndron në skenën tonë, me shkëputje të kopaskoshme. E kjo gjë shumë nga këngëtarët i bën që të zbehen në memorin e publikut që dikur i deshi. Greta e vjetër në skenën tonë, a e kaloi shkëlqimin e artistës që kishte para disa viteve. Absolutisht çdo artist ka momentin e vet, ka kohën e vet të shkëlqimit edhe të rënjes. Çështja është që, domethënë, edhe në momentin ku nuk ke atë super shkëlqimin, të dish të mbash një balancë që të mbijetosh, të jesh, sepse tregu ka, në thonjza, një luftë, ka konkurrencë, është i trimbushur, herë me talente, herë me jo fort talente, po me shumë pompime të njerëzve që ndonjëherë nuk kanë dhe shumë vlerë për t'u pompuar, po kjo është një tjetër histori. Është një histori që fillon nga mediat, nga shumë, domethënë, filtra që sot nuk kemi mbledhur për këtë gjë. Megjithatë, unë kam pas një shkëlqim timin aso kohë që unë themi kam provuar gjithçka çka mund të provoj një star botror, po në nivelet e Shqipërisë, ne jemi vend i vogël. Do thonë, kam provuar turneun që nuk e ka realizuar artist në Shqipëri, personal turneun, ku shkoja me trupin time të baletit dhe në pallatë e sportit, ku mbusheshin me mira vet, ka qenë një kohë tjetër atëherë ku nuk ishin shumë në funksion të madh diskotekat, le të themi, dhe ajo ishte vlerë e madhe që të mbushje në pallat sporti, të çojë në këmbë një qytet të tërë. Greta dhe Jeni Koçi janë motra nga nëna e babaj, krahasohen shpesh me njëra tjetrën në opinionin e në shtypin e rozë. Dallimi mes tyre është mjaft i madh në stil të paraqiturit. Por të krahasohesh vazhdimisht me dikë mund edhe ndonjëherë të të pengoj. Krahasimi më gëzon, se ajo është e bukur vërtet, unë zonja nuk e di tash të ty ashtu duket më. Se dita, megjithatë është bukur të krahasojnë, të tonë zonjë, tregon që je femër, ke klasë, ke personalitet, që është një ndjesi e bukur. Tashmë është bërë traditë që yjet në secilën paraqitje të tyre të intervistave të flasin lidhur me projekte të reja që do të prezantojnë në ditët e ardhshme. Të stërngarkuar me publikimin e këngëve të një pas njëshme, po i bën që t'i bëjnë konkurrencë vetvetes. Greta, e cila ka finalizuar klipin e ri, sa është e vërtet si vetja te kënga dhe spoti.
Kjo është një këngë në fakt që unë e kam realizuar me shumë shpirt, se mua kur më pëlqejnë këngët i këndoj shumë bukur. E në rastin që një demo nuk më pëlqen, e ndroj, ndoshta mund ta kem marrë dhe një javë të kem dhënë okejin që kjo do jetë kënga ime dhe një sekond më prishet ai qefi im, unë e ndroj. Siç ka ndodhur në fakt në këtë rast, kisha një tjetër material dhe në minutën e fundit thash jo, nuk është kjo që dua diçka tjetër. Në brenda 24 orëve është bërë kënga tjetër, një këngë shumë e bukur, shumë e ndjerë, me muzikë brenda, me stil njëkohësisht të kënduarit, e kam kënduar dhe unë me shumë shpirt. Kënga titullohet Ati. Titullit jep përshtypjen e një dedikimi kushtuar një mashkull, është këngë dashurie, besoj që do prek shumë zemrat e femrave kryesisht. Po kënga është ritmike, është e përcyshme, për makina, për disko, është këngë shumë e bukur, besoj do t'i pëlqejë. Është re në moshë, por jo edhe aq sa të jetë beqare. Këngëtarja mund të ketë diçka të re në jetën e saj, e pse jo ta befasoj publikun, më në fund me mashkullin e shpirtit. Jo, nuk kam ndonjë gjë tjetër. Në fakt ti më ngric mua se tjetër për mua unë s'nxjerr gjë. Jo, asnjë gjë tjetër. Enda gjë të re, e deri në kësmet. Sido që tjetë, primare për të, njëherë për njëherë mbetën këngët, klipet, koncertet e në përgjithësi karriera. Personalja është sekondarja. Bona marak që po bëhet me ty se e prishëm për pak. Tullëm prej loje, për një fjallë goje me pamje nga gjami.